Mediat australiane raportojnë se Belina Pupa dhe aktori i njohur i humorit Elvis Pupa akuzohen për kultivim lëndësh narkotike. Referuar mediave në Australi, bëhet me dije se çifti i zbuluar një shtëpi bari në Adelaide, ku ata jetojnë prej shumë vitesh. Një influencuese në rrjetet sociale dhe terapiste e njohur në Adelaide është akuzuar për një perëndori kanabisi, ndërsa partneri i saj i bashkëakuzuar është larguar nga vendi, kështu shkruajnë mediat australiane. Belina Pupa përballet me akuza për kultivimin e një sasie të madhe kanabise dhe ndërhyrje të palishme në rrjetin e energjisë elektrike, ndërsa po ashtu bashkëshorti i saj është i bashkëakuzuar. Pupa është paraqitur në gjykatë dhe aktualisht është në liri me kusht, ndërsa Elvis Pupa thuhet se është larguar nga Australia dhe është shpallur në kërkim nga autoritetet e drejtësisë atje. Ndërkohë një ditë më parë Elvis Pupa ka qenë aktiv në rrjetet sociale, ku në Instagram ka ripostuar një video ku shfaqet në shoqërinë e këngëtarit të njohur Muharrem Ahmeti. Ndërkohë një tjetër video e postuar në profilin e tij në Instagram një vit më parë tregon Elvisin dhe Belinën në ambientet e kopshtit të shtëpisë së tyre në Australi, duke mbjellë pemë ose bimë të ndryshme. Të postimi ai ka shoqëruar edhe me një përgjigje për pyetjet që janë bërë. Deri më tani aktori dhe shoqja nuk kanë bërë ende asnjë reagim në lidhje me këtë lajm të publikuar nga mediat e huaja, dhe flet i referohen seancës gjyqësore që është mbajtur në gjykatë për çiftin.